Zoti Bekir, në fakt ju mund të mos keni aktivitete fizike në Shqipëri, por videot në të cilat ju i flisni masës tuaj mund shihen Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e madje kudo në botë. Në shumë prej këtyre videove ju flisni për kryesisht sjelljet e grave, gjë që në fakt ka edhe shumë kolegë tuaj. Jo, është gabim kjo. Kryesisht nuk është, mendoj se nuk është e qastë. Ato që janë më popullore, ato që janë më të klikume. Jo, nuk është ashtu. Mirë, më lejojnë tua drejtoj pyetjen. Jo, me që jam edhe grua dhe marrë këtë të drejtë ua bëj këtë pyetje, jo edhe mos isha grua do ta bëja të njëjtën pyetje, sepse ka edhe shumë kolegë tuaj që bëjnë të njëjta ligjërime në Kosovë. Pyetja ime është ku e merrni ju të drejtën të flisni për gra në atë mënyrë, tu tregoni se si të jetojnë, tu tregoni se si të sillen e si të vijnë. Jo, na nuk shife, kjo është dallimi mes neve që ligjërojmë edhe atyre që sjellin vendime. Ju i thatë dy paradokse në fjalimin tuaj. E para, nëse fjalimet tona janë virtuale dhe ata nuk mund të pengohen, pse duhet të pengohemi fizikisht, lëvizjen toka tona shqiptare, që do thotë zemrat e njerëzve dhe mendet e njerëzve që kanë treguar solidaritet jashtëzakonshëm me emrin tim dje dhe sot, tregon se do thotë na jemi të pranishëm me aktivitetin tonë në zemrat dhe mendet e tyre dhe këto vendime nuk mund ta ndalojnë pjesëmarrjen në ato aktivitete. Aktivitetet tona janë përballë të gjitha fenomeneve që sipas ligjerimit ton fetar dhe këtë rast na kemi ligjëruar si hoq, tentojmë të ngrisim vetien fetar. Po, shumë vërtet, ju ligjëroni në të hoqës, po ju kryesisht merreni me gratë, me pamjen e tyre dhe në fakt cili është i drejtë ta jetë jetën e tij si të dojë. Ju lutem, duhet ma jepni mundësinë të përfundojmë mendimin. Do thotë, nëse duam bisedë korrekte, do të jemi korrekt me njëri tjetrin. Do thotë, ne i drejtojmë ligjërimin ton atyre besimtarëve të cilët e pranojnë ligjërimin tonë dhe nuk është imponues për askën, thjesht është rekomandues, është udhëzim. Jo, është dënues, nuk klasifikoni gratë të cilat vishën në një formë të caktuar, Bekir, zotri Bekir. Këto janë pikpamjet tona fetare që i ke në librin e shenjtë Kuranit dhe i kemi porositë profetike dhe na si tilla nga besnikëria jonë ndaj fesë kemi për obligim të përcjellim tek besimtarët. Kush do prej besimtarëve i pranon dhe i zbaton, kush nuk don, vepron sipas tekeve të veta dhe këtu s'ka ku një farë imponimi dhe zyrimi. Mendoj se gazetarët dhe opinionin publik duhet të respekton besnikërinë dhe sinqeritetin e ligjëruesve, të cilët mundohen që të jenë besnik ndaj parimeve të veta, sepse ata janë dobishëm për shoqërinë. Por në pikpamjet tuaja fetare, ju si hoq pranoni apo lobani dhe punoni në drejtim që gratë të mbajnë të zëmë burkën? Apo jeni kundër saj? Na promovojmë që gratë tona të shkojnë me shamia në për shkolla që dikush i pengon. Po, qëndrimi juaj mbi burkën më intereson. Po, s'është tema jonë kjo. Po. Nuk merreni me këtë temë. Se keni promovuar në asnjë moment. Ase juja nuk duhet të jetë se na jemi bashkë për të biseduar një temë tjetër. Dhe kur jena te tema që kena me diskutu tjetër, hoxha Alem, une veç përshuditem me një fakt, sepse ju shpjeguat aktivitetin tënd brenda Shqipërisë, komplet. Une dua të di në këndvështrimin tënd, ku ratë ndesh me ligjin në Shqipërisë, sepse nuk besoj se edhe shpallja non grata vjen si pasoj, mbase do të më shpallin edhe mua një ditë, nuk e di, por nuk më ka ndodhur nëse kam një aktivitet normal brenda shtetit të Shqipërisë, të shpallësh non grata. Pra, doja të di se ku ka mund të linë dyshimi për juve ose diçka e tillë, pa thënë se kanë të drejtë ose s'kanë të drejtë. E ke fundit ata i kanë punë. Unë këtë gjë nuk e di, andaj thash pres dokumentin zyrtar, edhe mbas saj do bëjmë padinë, domethënë nëpërmes avokatëve, për të marrë drejtën time, sepse unë jam i bindur, sepse asku nuk i kemi shkel ligjin e Shqipërisë, madje as ligjet tona në Ballkan. Unë jam një person që s'kam asnjë vendim gjyqësor kundra meje, madje as gjykim komunikacioni, mos flasim për gjëra të tjera, kështu që jam i bindur se ky vendim domosdoshmë nuk është i drejtë, nuk është i saktë dhe na do e kundërshtojmë me gjitha masat dhe mjetet juridike që i kemi në disponim për dalë e vërteta në shesh. A ka prodhuar ndonjë pasojë ky vendim nga qeveria shqiptare në vendin ku ju veproni dhe keni aktivitetet tuaja, e kanë fjalën për Bashkinë Islame atje në Maqedoni? Po, ka kriju një pasojë shumë interesante, kemi gjetur veten në mesin një përkrahje masive nga të gjitha institucionet relevante, gazetar, politikan, njerëz të thjeshtë, funksionarë të Bashkisë Islame, do të jemi habit edhe na sa na don populli.
Por, zotri Alimi, keni bërë, sepse ne e dim që në Shqipëri ka pasur edhe protestat tjera, të cilat po zhvillohen për sezonin, ne i dim ato protesta, i dini edhe pak më mirë, se ne mbase, keni pas aktivitet që ka të bëjë me këto protestat, apo diçka e tillë, sepse me të vërtet, një ish ushtar i luftrave të UÇK-s, kjo bën të çuditshme faktin që ju jeni shpallur në ngrata, sepse ju keni kontribuar, keni luftuar për atë flamur, zotri Alimi. Nuk kam pas asnjë implikim të drejt për drejt në atë që ndodh në Shqipëri. Po indirekt? Dhe nuk kam pas asnjë implikim, as direkt, as indirekt, domethënë atë që ka ndodhur në Shqipëri. Neve normalisht prej ligjerimeve tona insistojmë që të prodhojmë shtete të drejta dhe funksionale kudo që jetojnë shqiptarët. Dhe normalisht ligjerimet tona shifet një gjuhë kritikuese kafshi fenomeneve destruktive dhe degeneruese në zhvillimin e politikave tona, pjesa e korrupsionit, abuzimit me fondet, mungesa e zhvillimit infrastruktural, e kështu me radhë, mirë po këto janë çështje që debatohen në formë të përgjithësuar, pa konkretizuar asgjë, domethënë në ndonjë shtet caktuar. Se përket protestave që zhvillohen atje, do thotë na nuk kemi pas ndonjë implikim të drejtë për drejtë në atë që ka ndodhur atje, edhe për këtë arsye do thotë ky vendim është goxha i çuditshëm. Dhe në fakt, nëse jemi, natyrisht, ju po refuzoni një farë forme të përgjigjeni, por jam e sigurt që edhe do t'jepni një përgjigje mbi këtë, pavarësisht që edhe mund të shmangeni. Unë prap po insistoj që të kërkoj mendimin tuaj, dhe Bekir me qenë se edhe njerëzit duan t'ju shohin e t'ju njohin, cili është qëndrimi juaj për sheriatin, për burkën, a mund t'a di këtë, sepse unë s'kam dëgjuar se cilin ligjërat tuaj në internet. Bazet të tjerat. Nëse se keni problem mund të ndarë. Shëzën e ratin dhe ktheuni ligjeratave tona, ati do i gjeni përgjigjet për gjithë të tema. Po pse keni me kaq siklet? Pse nuk e ndani mendimin? As pak nuk kam siklet, po mendoj se tema për cilën flasim nuk ka të bënë me pikat që ju përshoni. Organizoni një tubi për këtë tema. Po ne nuk ishim këtu për folur as për korrupsionin e çështje të tjera. Sepse nuk e keni problem të jepni përgjigje për korrupsionin dhe keq menaxhimin, ta diunë për qëndrimet tuaja fetare keni problem. Ju lutem ta përfundoj fjalën. Po patjetër jeni këtu për ta përfunduar fjalën, sa më jepni përgjigjen zoti Bekir. Dhe kjo temë nuk është, nëse doni të organizoni tribun ose bisedë të hapur për këtë temë, jemi të gatshëm për të marrë pjesë mund. Jeni kundër apo pro? Çfarë? Qoftë burkës, qoftë konceptit të sheriatit. Na jemi hoxhallar të cilët promovojmë atë që e thot Kurani i Madhërisëm si libër i shenjtë i joni muslimanëve dhe atë që e thot tradita profetike dhe atë porosi na i përcjellim tek besimtarët e tonë.